Kjo që shifni në këtë foto mund të jetë gjykatësia më dëbile që ka njoft ndonjëherë gjykatët në jetë. Kjo është gjykatësia e çështjes sime, Gentiana Xhelili. Unë nuk e njoft në person akoma, se kam taku. Dhe nuk e di nëse do të kem shansin të takoj këtë lloj debilje, nëse do të argumentoj përpara kësaj komplet debile. Por e kërkova në t'ja shoh suratin kësaj debiles, edhe gjeta nëpër internet që kjo ka qenë shkarku një herë për fshehje pasurish, pra si e përfshime në një lloj korrupsioni ku vetëm gjykatëse që të zbatoj, aplikoj drejtësi nuk mund të jetë. Por sidoqoftë, kjo pra është gjykatësia Gentiana Xhelili, që për mendimin tim, edhe mendimi im këtu është më së i saktë, Sami Gjoka është marrë një jetë me çështje gjyqësore, me gjykatës nga më të ndryshme, duke filluar nga gjitha gjykatët shkallës së parë, ne i quajmë district courts, që merren me çështje këtu të vogla, çështje që zgjidhen lehtë ose që nuk përfshin komplekse ligjesh, interpretime ligjore, gjëra të thjeshta, mos pagim qiraje, një gjob makine, një arrest, për shembull, se ke shku atje ku nuk të lejohet, ku të kanë ndaluar që ne i quajmë këtu trespass, për shembull, gjëra të thjeshta, ose mos pagesë për shembull një qiraje, apo gjëra më të thjeshta këto në district court. Pastaj ne i kemi këto të shkallës pak më të lartë, circuit court, jam marrë me çështjet nga më të ndryshme gjatë gjithë jetës, kam pas probleme, përderisa unë kam një kompani real estate me 300 agent, kam pas tash është zvoglu, çështjet nga më të ndryshmet, të pasurive të patunshme, në gjykata divorcësh, në gjykata federale, pothuajse i mallkum apo i bekum nga jeta. Unë jam marrë me çështje gjyqësore gjithë jetën time, edhe në shumë drejtime mendoj që e njoh sallën e gjyqit, procedurat, ligjet, dëshmit, rregullat më mirë se sa çdo avokat që është i specializuar në një aspekt të veçantë. Edhe kam pa gjatë gjithë jetës time avokatë mrekullueshëm, gjykatës fantastik, siç kam pa dhe gjykatës arrogant, siç kam pa dhe gjykatës idiot që i vejnë në përgjykata njerëzit, partitë, lidhjet, farefisnit, edhe që janë turpi i drejtësisë. Po kur nuk kam pa një debile në jetë, një idiote, një komplet që është turp, edhe për mu që e kam gjykatëse të çështjes sime që mundet ndoshta të argumentoj na herë para saj, se sa kjo komplet debile, komplet idiote, komplet njeriu më i padenj që mund t'ulet na herë në bankën, në tavolinën, në çfarë quhet këtë gjykatës. Unë vëllezër e motra, kam hap një nga çështjet e mia në Shqipëri, që quhet në një gjykatë e vogël në Tiranë, gjykata administrative e shkallës së parë, ku shorti më ka dhënë këtë debile si gjykatëse, këtë idiote për gjykatëse, këta njerit korruptum për gjykatëse, që s'di se si e kanë instalu në këtë gjykatë, që është turpi atyre që e kanë vu
tjetë gjykatëse. Njeriu më idiot që kam pa në herë, njeriu që shkel çdo lloj akti procedurial me dikon. Vëllezër e motra, unë e pata hap këtë çështje fillimisht në Strasburg, në gjykatën e të drejtave të njeriut, për një shkelje kushtetuese, një padrejtësi që mendoj që më bë mua dhe nëpërmjet meje çdo kandidatit pavarur që deshi ose ka dash të kandidoj në Shqipëri. Gjykata e Strasburgut më ktheu mbrapsht çështjen sepse nuk kisha uzëru, nuk kisha pra uzëru ato shkallët e drejtësisë në Shqipëri. Edhe e hapa çështjen në Shqipëri me bindje të plotë që nuk do të gjej drejtësi. Sako që gjykatët vazhdojnë të meten në tutelën e qeverisë, dhe unë kam hedhë qeverinë në gjyq. Por që duhet e uzëru kjo, edhe isha i përgatit që nuk do të fitoj në këtë gjykata, kushdo që t'ishte. Por kur nuk më kishte marrë mendja që do të gjej një gjykatë se kaq debile, kaq idiote, kaq psikopate, kaq san lëpirse, që shkel mbi dinjitetin e drejtësisë, që shkel mbi vetveten edhe bëhet një si rrugaqe, si njëri idiote që s'di çka bën. Vëllezër e motra, kur hapet një çështje gjyqësore, gjaja e parë që bëhet është shërbehet padia. Mos i shërbehet padia, ato që janë të akuzuar ose të pandehur përgjigjen. Në qoftë se nuk përgjigjen, humbin çështjen. Edhe kanë një afat kur të përgjigjen. Edhe afatin e cakton ligjet, procedurat i vendit, rregullat e vendit, shtetit atyre gjykatave, po kanë një afat. Mos i t'jenë shërby me padin, mos i t'jetë çu padia, të paditurit të paraqesin padin dhe janë të detyruar ligjërisht që çdo gjë që ato protokollojnë, depozitojnë, a është kjo përgjigje, për shembull kundërshtim, a është një kërkesë që i bëhet gjykatës nga të paditurit, këtu në këtë rast është qeveria shqiptare, pra Edi Rama, presidenti, ky Bolja, si e ka ky idioti, ky Bega, edhe ai Lapagnosi, si ka ai komisionit zgjedhjeve, ja harroj emrin, është një tipi këtyre rrugeçve. Pra, këto duhet të paraqesin, mos i t'jenë shërby me padin, këto paraqesin kërkesën e vet, ose kundërshtojnë padin e Sami Gjokës dhe thonë Sami jo nuk ka të drejtë këtu për këto arsye. Edhe mund të kërkojnë gjykatës, zakonisht ato i kërkojnë rrëzimin e çështjes, edhe gjykata pastaj bindet që ata se do të mëçojnë, janë të detyruar ato ligjërisht, që çdo gjë që protokollojnë të mi dërgojnë mua dhe të kenë prova që mi kanë dërguar dhe që unë jam shërby, i ka marrë këto. Masi gjykata ka marrë udhëzime, njoftime, verifikime që unë jam i shërbym me çdo gjë që të pandehurit kanë paraqit edhe depozitu, pastaj ajo cakton një seancë dëgjimore, është problemi i gjykatës, por masi është e siguruar me gjykata që kërkesa që ata kanë bërë për rrëzimin apo pushimin e çështjes, ato të gjitha argumentet që ato kanë protokollu janë shërby tek unë si paditësi, edhe unë jam përgjigj në kundërshtim me ato kundërshtimet e tyre, ose nuk jam përgjigj, edhe mund ta humb atë çështjen sepse nuk jam përgjigj, edhe në bazë të kundërshtimeve të tyre, në bazë të fakteve që ata paraqesin, në bazë të ligjeve që ata përshtatojnë, unë humb çështjen. Kjo është normale. Në rastin tim, gjykata është e njoftuar. Kjo gjykatësia, kjo idiotja, kjo debilja është e njoftuar, është gjykata e din që unë jetoj
jo në Shqipëri, që jetoj në Amerikë, edhe e din që unë nuk jam shërby me asgjë që ato mund të kenë paraqit, palët e paditura, pra shteti shqiptar. E din shumë mirë se kam njoftu me emocion pas emocioni, që unë nuk di asgjë nëse ata janë shërby, nëse janë shërby në ka, nuk di asgjë nëse ata janë përgjigj, e nëse janë përgjigj në ka. Nuk di asgjë nëse janë përgjigj se çfarë bazësh kanë paraqit si baza faktike dhe argumente ligjore. Pra nuk di, jam komplet i pa njoftuar dhe sa ko që gjykata është në dijen një çdo gjykatë në botë, përveç kësaj debiles, se kështu është kur vjen debil në për gjykata. Kur vjen idiot, e shifeni, kjo duket që në fytyrë që është një psikopat dhe që është një idiote. Duket sikur ka hik nga çmendia edhe s'ka marrë ilaçet. Kjo një debile, komplet debile, se si mund të jetë gjykatës me këto që ka vepruar. Kjo, jo vetëm me këto që duket, jo vetëm me këto që është korruptume dhe ka qenë korruptume, se ka fshë pasuri e diçka e tillë, njerëz, kjo është ai soi Saralapi. Po mund të më bëjnë mirë, nuk më bëjnë keq, se mbyllet çështja dhe shkohet hapet atje, ku duhet hapet. Edhe ku mund gjej drejtsinë që ose unë kam të drejtë në Bruksel, jo me këto idiot, me këto çerdhe, maskaresh. Por sidoqoftë, kjo është njoftume, është informume, e di shumë mirë që unë jetoj larg. Këtë pa mblemëru, pa qa kokën, pa e ditë, që palët e pa ditura nuk më kanë informuar asgjë dhe nuk di nëse janë përgjigj apo jo. Cakton një seancë dëgjimore, edhe nuk më dërgon më gjykata fare urdhëresën ligjore, që është saktu, edhe për çfarë do të jetë kjo seancë dëgjimore, po më dërgoi një email nga sekretarja, më duket Leshqi, se si e kishte, sekretarja ose e gjykatës ose kësaj gjykatëses, edhe më thotë që me datën, dërgon një javë përpara, 5 ditë përpara, që me datën 24, më duket, ose 26 nëntor, më dërgon nga data 17-18 nëntor, të paraqitesh në seancën dëgjimore. Kjo është gjykata. Kjo është kjo gjykatë së debile. Në radhë parë din shumë mirë që edhe nëse do të bësh këto pisliqe, të bësh seancë gjyqësore me posi, kështu me mbush, si thon, me prita, të paktën bëhet justifikueshme, çoje 2-3 javë përpara. Atë që unë të vit, ke mundësinë të vi nga Amerika, të më tregosh për çfarë është seancë, për çfarë diskutohet. A diskutohet për rrëzimin e padisë në bazë të kujt kërkesat të paditurve apo për pushimin? Se e kam përsëri disa herë për ju, rrëzim dhe pushim. Pse janë këta të ndryshme? Rrëzim do thotë dismissal with prejudice, që në Shqip sakt e saklon për ju, që dëgjoni vitet e mia, do thotë që në bazë të gjitha ligjeve që janë shqyrtu, në bazë të gjitha fakteve që janë paraqit, ti s'ke asnjë të drejtë ligjore faktike të hapësh çështjen dhe me këto fakte që ti ke, që i ke paraqit këtë radhë, ti s'mund të rihapësh kur këtë çështje në jetëve. Kjo quhet e rrëzume, pra with prejudice, e thonë anglosaksonët, with prejudice, të rrëzim. Mund shkosh në apel që e kanë rrëzu pa drejt, por nuk mund të rihapësh këtë çështje vetëm nëse apeli të jep drejt. Kurse pushim është diçka tjetër. Pushim nuk do thotë që për shembull çështja nuk ka merita, çështja jote nuk ka fakte, çështja jote nuk bazohet në ligje. Pushim do thotë që ti ke bërë diçka procedurale, për shembull gabim. Për shembull nuk e ke shërby të paditurit, në Shqipëri paguën gjykatën. Nuk e ka paguajt atë. Kam shkuar sot, e kam hap për shembull, po jap një shembull, e hap çështjen e gjyqit dhe më thot ajo sekretare që duhet paguash 30.000 lek, fjala vjen për të shërby padin ke Kasemi, Kadriu, kokë hell në gjyq, dhe unë them, ja të shkoj në bank, fjala vjen, dhe shkoj dhe s'jep, nuk kthehem, nuk paguaj dhe ha them se shkoj nesër, shkoj pas nesër, kalojnë 2-3 muaj dhe kjo nuk është shërby. Kjo çështje mund të mbyllet.
por nuk myllet se ti s'pate të drejta ligjore, nuk myllet se faktet nuk ishin me ty, por myllet për një problem procedurial që ti për shembull nuk e pagove. Kjo quhet pushim. Ashtu sikur me pushu, me marr një, si thon, me marr një time off, me u shlodh pak. Edhe pra ka raste kur palët që janë hedhë në gjyq, i kërkojnë gjyqit për shembull të pushohet çështja. Pushimi i çështjes për ju që mund të keni pas fatkesin të jeni marrë në përgjigje dhe se keni çështje gjyqësore, pushimi i çështjes nuk do thotë që është mbyll një herë për gjithmonë, por në këtë rast nuk e ke shërby pa dinë. Pra, pushohet. Rrëzimi është diçka që ti ke shërby, të kesh bërë çdo gjë. Ato i kanë pal faktet e tuaja që s'ke fakte, për të cilën mund t'jepet të drejta, edhe pse të harxoj kohën gjyqi me këto. I kanë lexuar gjithë faktet e tuaja dhe i kanë pastaj si thon vu përballë ligjeve dhe kanë parë që këto fakte edhe po t'jenë të vërteta siç thuti. Edhe po të vërtetohen siç thuti, nuk ka ligje që në Shqipëri t'jep drejtën ty për këtë. Për shembull, themon që Ymer Nurka do më priste në Rinës, Ymeri nuk më kishte dalë të më pres, edhe unë hedh në gjyq. Unë mund gjej një ligj që në bazë të premtimeve që më dha Meri, unë erdha, ndryshe s'do kisha ardhur, ose do kisha porosit një tjetër të vinë të mirë, të nuk do rria të janë ftohtit, edhe s'muna ku të di, unë mund të hedh në gjyq, por mund mos e gjej këtë ligj. Edhe ata thonë, faktisht e vërtet, po s'ka ligj që të mbron ty dhe mbyllin, e rrëzojnë. Pra rrëzimi. Unë nuk e di pse bosh ke seanca gjoja, seanca dëgjimore, që kishte caktu kjo debilja, kjo Gentiana Xhelili, pa mlemru, me pusi, me në ditëve, me u këthy atje që as bileta nuk mund të gjej ndoshta në atë moment, por ti mund të kesh probleme, ti mund të kesh halle. Edhe pa më tërgu se për çfarë ishte seanca dëgjimore, pa ditën të cilat janë bazat që të përgatiten, edhe unë më njëherë e kundërshtova, siç është drejta ligjore e çdo personi që është përfshirë në çështje gjyqësore. E kundërshtova edhe e informova gjykatën që unë kam baza të justifikueshme ligjore, që nuk mund të vi deri mas datës mas gjysmës së shkurtit diçka e tillë, për çështjet e tjera gjyqësore që kanë, për çështjet e tjera familjare dhe pune, se ne jetojmë, kemi jetën tonë. Ne nuk shkojmë në gjykata me shkatru jetën tonë, por shkojmë që të ndreqim diçka që na është bë gabim. Edhe gjykata kur nuk mund të bëjë diçka që është jo në shërbim të drejtësisë, por bën një padrejtësi akoma më të madhe ndaj teje, sidoqoftë. Unë e informova këtë gjykatës nëpërmjet asaj që më komunikon, nëse është sekretarja e kësaj lesje, po sekretarja e gjykatës, e informova që jo vetëm që s'mund vi deri me këtë datë, se nuk më lejojnë shkaqet e mia, arsyet e mia, por unë nuk mund vi edhe nga ana ligjore, nuk mund paraqitem se akoma nuk di për çfarë bëhet kjo seancë dëgjimore që të përgatiten. Që të kem kohën të përgatitem, a është shpërësim padis, edhe nëse është shpërësim bazë të çfarë fakteve kanë paraqitur të tjerët, se s'mi kanë shërby dhe mbyllet çështja në favorin tim, dhe jo kundër meje në qoftë se ata nuk mi kanë shërby. Tash çfarë ndodh? Asnjë gjykatë në botë nuk mund të vazhdon të këtë çështje, të paktën pa marrë një vendim mbi mocionin që unë i kam paraqit që nuk mund vi për këto arsye. Gjykata, ose gjykatëse, një gjykatëse korrekte, nuk flas për debil, nuk flas për idiot, nuk flas për psikopat, si kjo Gentiana Xhelili, gjykatësja ime, e çështjes sime me të cilën unë do të përballem, edhe unë ja bëj publike këto, sepse nuk është akuzë nga legësia, pra është qjerje maskës së këtyre gjykatëve, dhe do t'ja çoj sot këtë video, kur t'i çoj atë
një kundërshtim tjetër, emocion nëmër 7, do të çojë gjykatës dhe kësaj gjykatëse që të vitë turp nga vetja që uzurpon një post si gjykatëse në gjykatët shqiptare. Por në asnjë gjykatë në botë, asnjë gjykatë nuk guxon të marrë një vendim pa marrë vendim për emocionin, pra nuk mund të shkon, se unë kam paraqit një emocion dhe emocioni thotë të shtyhet kjo datë, kjo seancë dëgjimore, për arsye se unë jetoj larg dhe ju e dini. Ju duhet më lajmëronit në kohë dhe nuk më keni lajmëru. Ju duhet më tregonit për çfarë është kjo. Ju e dini shumë mirë që nuk jam shërbime pa din, edhe unë kam këto bazat justifikueshme ligjore që nuk mund të paraqiten. Prandaj të shtyhet, tash çfarë ndodh? Gjykata nuk guxon se shkel bazat themelore të procedurës, të vazhdoj edhe të mbaj apo atë që ka schedule që ka caktuar lloj seancë dëgjimore, pa vendos përpara mbi emocionin që kam paraqitur. Ajo mund thotë që emocionin e lexuam, e pam, e shqyrtum, edhe këtu është denied, e mohum, nuk e di si është termin shqip. Denied, ne kemi mohu, pra mohohet kjo. Sa kohë që nuk është marrë vendim mbi kërkesën, emocionin që unë kam po për shtyrjen dhe arsyet pse shtyrjen, nuk mund të merresh vendimin, nuk mund të mbanin seancën dëgjimore. Duhet më parë, në qoftë se din çka bëhet në gjykatë, kjo gjykatëse debile, kjo idiote, kjo psikopate, se mendon që janë gjithë njerëzit ashtu si ato hallëxhit që vinë aty, edhe jeta si ka përplas me gjëra të tilla. Nuk janë marrë me çështje të tilla dhe abuzojnë to, këta abuzojnë jo vetëm se janë të korruptuar, edhe janë njerëz kodi, për këta abuzojnë sa në idiot, janë debil, nuk e njohin punën e vet, nuk e njohin çështjet e vet, i lexojnë ligjet përmensh, po si kuptojnë. Ndaj bëjnë njëri e heq nga detyra zëvendës kryeministën si mundet gjykatë që të pezulloj gjykatë, tjetër e vendos. Se kjo është ajo turm idiotësh që kemi në Shqipëri. Nuk e arrestojnë që kanë kompetenca të arrestojnë dhe në kompetencët e tyre, kriminalin mballuku, por thonë e pezullon nga puna, se si e pezullon nga puna, këto janë gjykatësit, por jo kaq debile se kjo idiotja. Këto tash e kanë marrë seancën dëgjimore me datën 24 ose 26, që s'mund ta marrë, nuk ka njëri, nuk ka mendje në botë me pak logjik ta kuptoj këtë lloj debilje. Kam qejf t'ja tregoj edhe një herë, të shihni se çfarë dallon kjo që është debile komplet kjo. Kjo është gjykatësia ime. Tamam se ne i kalamor fukara shkolla, një psikopate, se si vjen këto njerëz që të zgjidhin problemet e hallet e njerëzve, unë nuk e kuptoj. Jo vetëm që ka majt këtë seancën dëgjimore, pa praninë time, pa ditën se për çfarë është, pa u njoftuar nëse paditësit i kanë kthy përgjigje, por ka dalë edhe me një vendim, gjoja, unë nuk e di, po kështu se unë vendimi duhet me jepesh vendimi, urdhëresa, po ka dalë një vendim tash që me 18 dhjetor, prapë në 2 jave, kur s'ka vendos akoma se çfarë vendimi merrte për kërkesën time, për mocionin që shtyhet. Ajo se ka vendos akoma këtë, që s'duhet mante fare seancën dëgjimore, por ka vendos prapë mbi seancën dëgjimore të parregullt, korruptume, që ka marrë me datën 26 ose 24 nëntor, që unë të paraqes provat, se çfarë provash nuk sakson. Kjo është një idiotësi tjetër. Kjo është debilligu, ndaj thajmë është debilje më madhe që kam pa ndonjëherë në jetë. Në radhë të parë provat, në qoftë se janë provat për çështjen time, provat nëse kam unë të drejtë apo jo, paraqiten në Amerikë, në Anglo-Sakson, në gjyqin Anglo-Sakson, paraqiten vetëm ditën e gjyqit, kur shkojmë në gjyq, në sallën e gjyqit, kur bëhet gjyqi dhe jo seancë dëgjimore. Atëherë paraqiten. Por në Shqipëri të paktën, bazë të ligjeve shqiptare, paraqiten masi kalon kjo etapa e protokollimeve të kërkesave që bëjnë të paditurit, që jo të rëzohet për këto fakte, që diskutohet anë ligjore. Fillimisht edhe faktet
diskutohen sikur janë, dhe zemë sikur faktet janë të rregullta, pa provat. Kur kalon kjo fazë, pastaj vjen faza e provave. Kjo psikopate, si që janë këtë të korruptumë, sa shto i thot dikush nga lartë, i thot a i edhje, kush i thot, hej mëllë këtë qeshtje, mas në qaj trapin me këtë qeshtje, i thot paloshi i gjatë, sa shpaloshi i hell në gjyq këtu, mëllë këtë qeshtje, kush është kësa mi gjoga, ka që kësa mi gjoga do jetë na i një që lana i hale atje në Amerikë, mëllën i qeshtjen për herë. Se ka që mendojnë këta idioti, mendojnë gjithë që vetja e vetë. Edhe, kjo ka kërku të shti, që unë të paraqes provat për çfarë? Provat që nuk jam shërby me padin, me protokollat, me këto që kanë protokollu këto me mocionet e tyre, këto nuk i jap provat. Se nuk mund t'ja për shti provë, më provo si për shembull hona nuk ekziston. Për arsye se unë nuk them që hona nuk ekziston. Unë e shtoj që ekzistoj atje, s'kam si e provoj këtë. Unë them nuk jam shërby me padin, çfarë do të provoj unë që nuk jam shërby? Ato duhet provojnë më idiote, më psikopate, më debile, që ne kemi shërby, se ja këtu është për shembull ajo që na është kthy mrapsh nga FedEx apo UPS apo që kanë përdorur ata FedEx, duket DHL që përdoren në Shqipëri, ato e japin provën më debile. Jo sa mi gjoga. Nuk provohet gjoja që mohohet, provohet gjoja që pohohet, o psikopate, nga kanë morë këtë. Edhe i herë do t'ja të rëgoj se kam qef të shqipti këtë idiote. Ja kja është, ta mënë si në i kalemojgjën afqar idiot, psikopat, se ku nuk provoj unë mos shërbimin. Unë dhe thjesht të thëmë ty mërë debile që nuk jam shërby me padin dhe nuk mund të mash seancët diqimore sa ko që ata nuk më kanë shërby me çfarë kanë protokollu. Ti e kërkon provat e tyre mërë psikopate, që sa mi gjoka, kanë gull, që i s'ka morë asë një loj materiali nga ju që e kërkoni këtë loj mocionim, të rëgoni mu. Më dëshmin provat, ato i tërgojnë provat, edhe thonë ja me këtë datë ku ka nënshkujt sa mju, këtë DHL-ja që i ka qu këtë, që kjo ajat, po kjo mi kërkon provat mua, se ka qenë këto psikopat, këto i debile, në qovë se kërkon këto prova, sepse provat e për të vërtetu çështjen nuk kërkohen të shti, ato kërkohen masit kemi kalu këtë fazën, e ne quajmë pleading të mocioneve, masit kaluj kjo fazë emocioneve kërkohen provat e çështjes. Pra ajo duhet jetë duke kërku, mendojnë se kjo debile mund kërkoj edhe provat e çështjes, se këto janë këto psikopat që kemi ne. Një. Pra, e dyta, sekretari e kësaj më dërgon mu një email, edhe emaili më thot që u majtë seancë, a dite, që s'du është majtë që të rëgon shkelje protokollore, mu më knaqin këta, se unë nuk du të mere me këta psikopat. Se të argumentosh për para kësa idiotje, shfardoj që të thushti i hyne i vesh e dilë një tjetër, a i balet që me ndonë, se mos iku buri me i tjetëra, mos më zbulojnë të pranët e tjera që s'kam tërgu, këta e këta psikopatës, e një idiot. Këta e një idiot që do të shkosh e zilës sheshte, këtu i hynë këtë veshë ndë e del ajo, po ditë se për shembull kjo ka shkel, çfarë shkel kjo? Kjo shkel konventën e të drejtave të njerëzit të Brukselit, që është ligji nr. 6, që duhet isha njoftuar në kohë, mrena kohës, për çfarë është mocioni, për gjitha ato protokollimet që kanë bërë palët paditëse, kjo e ka shkel konventën nr. 6, është ligji 42 ose 49 i këtyre gjykatëve, se do të shikoj më kujdes, po ju si më punë është një ligj, ose 42 ose 49 i gjykatëve administrative, që kjo ka shkel me dikom, që bën këto cakton këto çështje në mënyrë klandestine të fsheta, edhe më thot sot nëse ke gjyqin kur jam në Amerikë, edhe ke seancën digjimore, edhe është një që përsërit çdo gjë është mirë informuar me
ashtu si që duhet informu në bazë të rregullave dhe ligjeve, që unë jam i pa disponueshëm në këtë ditë dhe prapë mang këtë çështje. Edhe di shumë mirë që nuk jam shërby me asgjë nga të padituri që mund të kenë paraqitur dhe s'kam si përgatitur dhe vazhdon e man. Mirë që bën këtë, por të paktën kur e ka bë këtë seancën dëgjimore që e ka zhvilluar me 24, edhe kanë nxjerrë një urdhër, se gjykata nxjerr një urdhër, një urdhëres, një vendim. Vendimi duhet më të dërguar. Se gjykata flet me vendime, flet me urdhëresa dhe jo me interpretimet që mund bëj një sekretare në email. Emaili nuk është vërtetësia e asaj që ka vendosur gjyqtarja. Mund të thjet një leshe sekretare që më shoj mail dhe thot, seanca u majtë dhe gjyqtarja ka vendosur që me datën 18 paraqesesh provat. Ku është vendimi më psikopat? Urdhëresa duhet bashkangjitet që të më jepet të paktën urdhëresa që unë lexoj urdhëresën e gjykatës të firmosme nga gjykata, edhe ajo është dokumenti ligjor se vetëm nëpërmjet urdhëresave flet gjykata, jo me pallavrat e emailëve se si e interpretoj unë fjalën që dëgjova. Ajo edhe po të jetë gjykatë se nuk mund të interpretoj. Ajo më jep më urdhëresën, pra nuk më kanë dhënë as urdhëresë. Po këto debilet e tipit Gentiane Xhelili, këta psikopat janë gjykatës. Pra nuk më dërgojnë urdhëresën që ta shoh të lexoj. Edhe më thonë ç'a provat, por kjo është gjoja, se këta janë kaq e kanë atë trunin, kaq tru kanë, debile. Po Gentiane Xhelili, që po të biju në gratëske në tyre të çoj fakte, atë prova, që se di faktikisht çfarë prova kërkojnë prova që nuk jam shërby, apo kërkojnë prova që mos bo e pa drejta që është gjë tjetër që bëhet mos të kaloj emocionet. Po në qoftë se unë bin graske në tyre pa e ditë se çfarë prove çoj, edhe çoj provat, atëherë unë e humb të drejtën e apelit në qoftë se e mbyllin ato, se thonë këto prova nuk ishin apo ishin kështu, unë nuk mund bi në graske në tyre të çoj diçka pa e ditë saktësisht se çfarë kërkojnë, çfarë prove do ti. A do prova që unë jam shqiptar, edhe kisha drejt kandidoja në Shqipëri? A do prova që unë për shembull nuk më lejohet ose më lejohet të kandidoj për këtë arsye se kam qenë i dënuar në Shqipëri? Unë nuk e di çfarë prove do ti më idiote. More debile, gjykata është sakt. Gjykata nuk flet në ëndër. Ti uzurpon një karrige ku s'ke asnjë lloj merite ti je më idiote. Gjykata dhe gjykatësit janë sakt në urdhëresa, edhe më çohet urdhëresa, edhe nuk më çohen interpretimet e urdhëresave pa ditë se çka është. Por vëllezër e motra, kjo është ajo debilja më e madhe që unë kam pa ndonjëherë, kam pa gjykatës e gjykatës. Unë ka raste për një 20 vjet që ka rrezik çdo 2 javë unë jam para një gjyqtari. Edhe nuk ka gjykatës në botë këtë kalu çështje më shumë se Sami Gjoka. Edhe unë ju them juve që s'kam pa ndonjëherë debile më të madhe në jetë gjykatëse se sa Gentiane Xhelili, por mund të jenë krejt gjykatëse të tjerë në Shqipëri. Një lloj si kjo Gentiane Xhelili, se unë s'jam marrë me gjykatët në Shqipëri. Atëherë kjo është gjykatës e parë. Por gjatë gjithë jetës sime, unë s'kam pa kur ndonjëherë njëri më debile që të zërboj një karrige gjykatësi në gjykatë. Sami Gjoka ju përshëndet.